A'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Kemë mbete hadithi I fundit, cilën autori sjell, autori I librit Tauhidit, Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allah mëshiroft, që sjell në temën vlera e tauhidit dhe cilat mëkate I fshinaj, ose cilat mëkate I shlyn tauhidit. E kemi rritë hadithi I fundit që autori sjell si argument për vlerën e tauhidit. Ai është hadithi që transmeton Tirmidhiu prej Enesit radhiyallahu anhu, I cili thotë sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, edhe autori sjell vetëm pjesën e fundit të hadithit. Thot, qala Allahu Ta'ala, Allahu I lartësuar ka thënë, ja ibn Adam, o biri I Ademit, o njeri, law ataytani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataytuka bi qurabiha maghfira. Sikur të më kisha ardhur mua me gjinohe sa është toka plot. Don me mbush tokën. Kjo fjala, shpreha që përdor arabisht qurab, është me mbush tokën plot apo parafërsisht. Don parafërsisht sa më mbush toka plot. Pastaj më takon mua duke mos më bësh shirk. O duke qenë muahid, duke njësu Allahun me adhurim, thotë Allahun do të vija ose do të takoj aty me po aq falje gjinohesh, po sa është toka plot falje gjinohesh. Pra kjo është fundi I hadithit, kurse fillimi I hadithit është që transmeton pra Tirmidhiu, e transmeton të plot hadithin për Enesit, Allah subhanahu wa taala këtu thot, ja ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ato biri I Ademit, përderisa ti më lut mua, më lutesh, edhe shpreson tek unë, pra shpreson faljen e Allah subhanahu wa taala. Thot unë gjitha mëkate, gjitha gjërat do t'i shlyj ty, gjitha mëkate do t'i fali, edhe nuk ju kushtoj rëndësi aty. Pra si mos më ekzistu hiç. Pa derisa ti I lutesh, edhe kërkon falje prej Allah subhanahu wa taala, edhe shpreson në faljen e Allahut. Pastaj vazhdon thot, ja ibn Adam, law balagat dhunubuka anan as-sama, sikur mëkatet tua të arrin kufirin e qiellit. Po sikur të paramendoj që njeri bën mëkate aq shumë sa që të arrin deri në qiell. Thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Dhe pastaj kërkon prej meje falje, on kam të I fal ato, edhe nuk I kushtoj rëndësi fare aty. Pastaj vjen kjo pjesë e hadithit me cilën autori ka argumentuar që sa ku më herët për vlerën e tauhidit. Ku Allah subhanahu wa taala thot, nëse ti më takon mua me gjinohe sa është toka plot, pastaj duke mos më bë shirk askënd dhe asgjë, on ty po ashtu do të takoj me po aq falje gjinohesh. Spani kë pra është hadith kutsi. Pra është pak kjo jashtë temës tauhidit, mirë po. Çka është hadithi kutsi ose çka janë hadithet kutsie? Pra këto janë hadithe të cilat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam I transmeton prej Zotit I tij, prej Allah subhanahu wa taala. Edhe muhaddithun, shkencëtarët e hadithit, do të këtë hadithin kutsie kanë shtinë mesin e haditheve. Pra mesin e haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për arsye se kjo hadith I atribuohet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ai ka transmetuar prej Allah subhanahu wa taala. Edhe me ixhman konsensusin këtë dietarëve është që hadithi kutsi nuk është prej Kur'anit. Do nuk është pjesë e Kur'anit. Edhe pse si Kur'anin po ashtu edhe hadithin kutsi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e transmeton neve prej Allah subhanahu wa taala. Pastaj dietarët kanë xhilaf mes tyre në tekstin e haditheve kutsie. A është pra kjo fjalë Allah subhanahu wa taala me cilën ka folë Allah subhanahu wa taala? Hadithet kutsia janë fjalë të Allahut me të cilat ka folë, apo është shpallje që Allah subhanahu wa taala ka dhënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pra shpallje vetëm me domethënie kuptimit tina. Kurse teksti apo thënia është prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra ai ka thënë bazë kuptimit që Allah subhanahu wa taala e ka shpallë atij. Mendimi I parë është që hadithet kutsi janë prej Allah subhanahu wa taala si tekste ashtu edhe domethënia kuptimi I tina. Por arsye se ata thonë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këto hadithe ja ka adresuar apo atribuar Allah subhanahu wa taala. E thonë është e ditur, është e njohur që në esencë kur themi që një fjalë është e dikujna, pra I atribuohet atina, atëherë kjo kuptohet që ai I cili transmetohet e ka thonë atë fjalë, jo ky I cili na transmeton.
Pra në këtë rast Allah subhanahu wa taala ka thonë jo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sidomos thonë nëse ja shtojnë këtë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë ai i cili do thotë ka bart misionin që ka ngarkuar Allah subhanahu wa taala me amanetin apo besnikërinë e tij më të madhe. Pra ka qenë njeriu i cili më i besueshëm në transmetimin e asaj që ka obliguar Allah subhanahu wa taala për të umetit tina. Kurse mendimi i dytë është se hadithet kutsi janë vetëm kuptimi i tyre është prej Allah subhanahu wa taala. Kurse thënia apo fjalët e tina tekse është prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këta e argumentojnë mendimin e tyre tonë dy pika. E para është që sikur të kishin hadithi kutsi prej Allah subhanahu wa taala, pra si teksti, po ashtu domethënë atëherë thonë që prej kësaj kuptohet që hadithi kutsi është më i lartë sa i përket senedit, pra transmetimit, se sa Kur'ani. Për arsye se këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam transmeton direkt prej Allahut. Kurse Kur'anin e ka marr pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përmes Xhibrilit, pra me ndërmjet. Prandaj thonë nuk ka mundësi që hadithet kutsi me kanë, pra teksti i tyre me kanë fjalë të Allahut subhanahu wa taala. Për arsye se në këtë rast i kishte që ai me qenë më i lartë sa i përket transmetimit se vet Kur'ani. Pra ka ardhur direkt pa Xhibrilin si ndërmjetësues. Allah subhanahu wa taala për Kur'anin ka thonë kul nazzala bihi ruhul qudus min rabbik. Thuaj këtë Kur'an e ka zbrit shpirti i shejt, pra Xhibrili prej Zotit ton, prej Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu thotë nazzala bihi ruhul amin. Këtë Kur'an e ka zbrit shpirti besnik. Kjo është pra cilësi e Xhibrilit. Ala qalbika litakuna min almundhirin. E ka zbrit në zemrën tonë, i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që ti të jesh prej atyre që ja tërheq vërejtën tjerëve. Bilisanin arabin mubin, thot edhe ka zbrit me gjuhë të pastër apo gjuhë të qartë arabe. Pra prej kësaj kuptohet që hadithet kutsi nuk janë teksti i tyre, nuk është prej Allah subhanahu wa taala, mirë po vetëm kuptimi. Pika e dytë thonë se sikur të kishin hadithi kutsi, pra teksti i tina prej Allah subhanahu wa taala, ata nuk kish pas kur far dallimi mes tina dhe mes vet Kur'anit. Se sipas këtij kuptimi apo sipas kësaj na del që dyja do thot kanë ardhur prej ose janë fjalë të Allahut subhanahu wa taala. Ata thonë që urtësia kërkon që hadithi kutsi, nëse e shikojmë nga ky aspekt, edhe Kur'ani janë të njëjtë në dispozit. Nëse janë të njëjtë në esencë, pra kanë ardhur dyja janë fjalë të Allahut subhanahu wa taala, atëherë do të më kanë edhe në dispozit njëjtë. Mirë, po sa i përket gjykimit apo vendimit rrethina. Mirë, po thonë që mes hadithit kutsi edhe Kur'anit ka shumë dallime. Ka shumë dallime. Prej tyre është me leximin e hadithit kutsi njeriu nuk e adhuron Allahun subhanahu wa taala. Pra qëllimi është që nuk e adhuron ashtu siç e adhuron me leximin e Kur'anit. Pra na e dina që me leximin e çdo shkruan e Kur'anit na kemë shpërblim. Pra vetëm nëse lexon Kur'anin ti ke shpërblim. Ndoshta se kupton hiç domethënien e tina, mirë po veç pse e lexon Kur'anin ki shpërblim për çdo shkruan të Allah subhanahu wa taala. Por kjo nuk thuhet, do thot për hadithin kutsi. Ai kuptohet që nëse e kërkon, nëse e lexon si kërkim dije se e ka shpërblim, mirë po jo si Kur'ani. Domethënë që për çdo shkruan tina kemë pas shpërblim te Allah subhanahu wa taala. Pastaj dallime të tjera thonë është që Allah subhanahu wa taala i ka sfiduar njerëz që me sjell një ngjajshëm me Kur'anin apo vetëm një ajet për Kur'anit, nëse kanë mundësi. Mirë po kjo nuk ka ardhur për hadithin kutsi. Nuk ka ardhur për hadithin kutsi. Tjetra është thonë që Kur'anin Allah subhanahu wa taala ka marrë përsipër me rujt ata. Allah subhanahu wa taala ka marrë përsipër që ky Kur'an do të ruhet ashtu siç ka zbrit. Pra Allah subhanahu wa taala thot inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Vërtet ne kemi zbrit dhikrin, Kur'anin, dhe ne do ta ruajmë atë. Kurse hadithet kutsie janë ndallojnë, tonë është e kundërta. Për tyre ka hadithe që janë sahiha, për tyre domon sakta, për tyre ka hadithe që janë hasan, të mira, e për tyre ka që janë hadithe dobta. Bile ka hadithe që janë maudhu, do të hadithe që janë të shpikura. Edhe thonë që janë hadith kutsi. Do thot kjo nuk është sikur Kur'ani. Edhe pse këto hadithet e dobta dhe maudhua do të shpikura nuk janë pe haditheve kutsi, mirë po këto ju veshën aty. Do ju atribuohen, bile ka raste që do thotë ju shtohen edhe ju mangësohen disa prej shprehjeve që kanë ardhur në sunetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pi dallime të tjera thonë që në Kur'ani do thotë lejohet mu lexu në namaz.
kurse nuk lejohet mu lexu, do thot me konsensusin e krejt dietarëve muslimanëve, nuk lejohet që me lexu hadithin kutsi namaz. Ata si ku të kishin tekste që i prej Allah subhanahu taala, atë gjithsesi e kish pas në dispozicion sikur Kur'ani, kishin e lejuar mu lexu në namaz. Kishin e lejuar mu lexu në namaz. Pastaj tjetër dallim thonë është që Kur'ani nuk lejohet me lexu me domethënie, me kuptim. Kurse hadithet kutsi hin në mesin e haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që dietarët e ka leju mi transmetu vetëm me kuptim ose mi lexu vetëm me kuptim. Po mi transmetu tjerë me kuptim. Ashtu që ishin hadithe tjera, këtu hyjnë edhe hadithet kutsi. Për dallime të tjera është që një pjesë e dietarëve, sepse kjo nuk është mendimi më i saktë, mirë po kanë mendimin që Kur'ani nuk lejohet mu lexu pa abdes, pa qenë i pastër. Për këtë dispozit nuk ka thonë që vlen edhe për hadithin kutsi. E njëjta është pra edhe për gjunubin, sepse edhe kjo nuk është për mendime më të sakta. Mirë po është mendimi i dietarëve që nuk e lejojnë gjunubin me lexu Kur'an. Për këtë do thotë këtë dispozit nuk e kanë marrë parasysh sa i përket hadithit kutsi. Pastaj kanë thonë që dallimeve tjera është Kur'ani është vërtetuar, është pohu, transmetimi i tij me tawatur. Tawatur është kur vjen transmetimi për shumë rrugëve që do thotë e pren atë dyshim, nuk ka kurfar dyshimi që ka ardhur prej Allah subhanahu taala. Thonë edhe këtë transmetimi i Kur'anit, do në këtë mënyrë kaq të prerë, kaq bindse, gjithë do thotë na jep neve edhe përfitojmë prej tij gjithashtu dije bindse, do në pa kurfar dyshimi. Prandaj ai i cili e mohon në shkruajnë për Kur'anit është sikur me mohu krejt Kur'anin. Do ai i cili çu ka thonë Ibn Mesudi. Ai që mohon në shkruajnë Kur'an, thotë nuk është prej Allah subhanahu taala, ai është si me mohu krejt Kur'anin. Mirë, po kjo nuk mundet më thonë edhe për hadithin kutsi. Se dikush ka mundësi me thonë që me pas mendimin që hadithi kutsi nuk është vërtetu që është transmetuar pe pejgamberin sa. Prandaj nuk i themi që ai ka bërë kufër më një herë. Mirë, po nëse e den që është i bindur që ka thonë pejgamberi sa, mirë po prapë mohon, këtë rast themi që ka bërë kufër. Mirë, po jo në rastin e parë. Pastaj gjithashtu i kanë përgjigj atë argumentime dietarëve të parë, cilët kanë thënë se pejgamberi sa përderisa e ka atribuar te Allah subhanahu taala hadithin kutsi, atë në sens është që thënia kur i atribuohet dikujt atë ai e ka thonë ato, jo transmetuesi i saj. Këta thonë, do dietarët e grupit 2 thonë po, kjo është në sens, mirë po nganjëherë nuk është gjithmonë kështu. Nganjëherë edhe pse i atribuohet thënia dikujt, do thonë qëllimi është vetëm kuptimi i asaj që ka thonë ai, jo thënia, do thonë citati që e ka thonë ai, me citu fjalë për fjalë çka ka thonë ai. E këtë e gjejmë vend Kur'an, pra të ngjarjet e pejgamberëve, ku Allah subhanahu wa taala tregon të historitë e pejgamberëve ku tregon çka ka thonë filani ose çka ka thonë filani. Ajo dihet, do thotë, domosdoshmërisht që këto nuk kanë fjalë të tyre. Mirë, po Allah subhanahu wa taala i tregon ato fjalë vetëm kuptimin e tyre, jo tekstin e tyre. Për këtë, pra, themi për gjitha që sekom deri tash që hadithi kutsi, pra mendimi më i saktë është ky i dyti, që hadithi kutsi vetëm kuptimi, domethënë tina është prej Allah subhanahu wa taala, kurse teksti është prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ky xhilaf me dietarëve nuk është sikur xilafi mes ehli sunetit edhe asharive, të rreth folurit të Allahut. Për arsye se ashari çfarë mendimi kanë rreth folurit të Allahut, ose bidaxhi tjerë, pra ehli suneti besojnë që Allah subhanahu wa taala realisht ka folur me këtë Kur'an. Pra të folurit të Allahut është zë që dëgjohet, edhe është shkronjë dietar shkronjë e cila shkruhet, pra mundet të shkruaj me shkronjë. Pra është zë që dëgjohet pe krijesave, gjithashtu, pra aty që ja mundson Allah subhanahu wa taala me dëgju, gjithashtu është edhe shkronjë që shkruhet. Pra mundet të shkruhet folur të Allahut me shkronjë. Kurse esharit thonë Allah subhanahu wa taala të folur të Allahut është vetëm të folur në brendshëm. Pra Allah subhanahu wa taala nuk fol realisht. Pra as nuk është zë që dëgjohet folur të Allah subhanahu wa taala, as nuk mundet të shkruaj me shkronjë. Mirë po thonë Allah subhanahu wa taala ka krijuar një zë, pastaj përmes atij zëni ka fol edhe atë zë ka dëgjuar Xhibrili edhe ja ka zbrit pejgamberit sa son Kur'anin. Pra sipas kësajna nuk ka kurrë dallimi mes besimit të sharive edhe besimit mu'tazilive. Edhe mu'tazilit e kanë humbur në njëjtën mënyrë të folur të Allah subhanahu wa taala. Ata kanë thënë që të folur të Allahut është i krijuar. Allah subhanahu wa taala ka krijuar ose najr ose ka kriju dikon në krijesë, ajo ka fol. Pastaj
edhe pejgamberët e kanë dëgju të folurit e Allahut apo shpalljen. Kurse ahli suneti thonë jo, të foljet e Allahut është i pakrijuar. Don Allah subhanahu taala, të foljet e Allahut është cilësia e tij me cilën ai ka fol direkt, ja ka shpalljen pejgamberëve. Po mos ta vidëm se është arrit, edhe pse thonë që të foljet e Allahut është i pakrijuar, ata prapë si në fund, si përfundim dal që akidi aty nuk ka kurrë dallimi prej akides apo besimit mu'tazilive, sa i përket foljet e Allahut. Pra ata prapë besojnë që ky Kur'an që e kemi ne, ose ky Kur'an që është mes dy kopertinave, është i krijuar. Ata nuk kanë kurrë dallimi mes mu'tazilit, edhe ata të njëjtën gjë e thonë, edhe ata thonë që Kur'ani që është mes dy kopertinave është i krijuar. Edhe pse Sheikh Uthaymin Allah më shëroft thotë më mirë është që rreth kësaj do të xhilafet rreth hadithit kutsi është prej Allahut apo jo teksti i tij, më mirë është që mos me hi shumë këtë mesele, për arsye se ka mundësi me kalun teprim, e dihet që teprimi në Islam është i nënshmuar dhe mundet me shkatërru atë që i hin do thotë teprimit edhe tepron fe. Prandaj na mjaftoni me thonë që vetëm hadithet kutsi janë hadithe që i ka transmetuar pejgamberi sa son prej Allahut, ashtu që ka thonë vet pejgamberi sa son. Mirë, po nëse dikush bën pyetje cilat janë dallime, atëherë jo veç i dëgjut ato. Pastaj është një dobi tjetër, ajo është që nëse zinxhiri i hadithit ndalet te Allah subhanahu wa taala ose përfundon te Allah subhanahu wa taala, atëherë ai quhet hadith kutsi. Pse quhet hadith kutsi? Për arsye se kutsi do të thonë i shenjtë. Pra është hadith i shenjtë që ka ardhur prej Allah subhanahu wa taala, i cili është i shenjtë në çënjen e tina. Po është hadith me vlerë. Kurse nëse ndalet hadithi ose përfundon zinxhiri i hadithit te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atëherë hadith quhet marfu. Është quhet marfu. Kjo nëse e gjeni në për libra, edhe e gjeni që hadithi është marfu, si dobi për ata që ndojnë me ditë. Nëse përfundon zinxhiri i hadithit te sahabiu, te shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atë hadithi quhet mauquf. Pra që është ndalë te sahabiu, nuk është shku te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Është ndalë te sahabiu, mirë po nuk është shku te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E nëse hadithi përfundon zinxhiri i hadithit te tabiini, pra te gjenata që janë mas shokut të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë quhet maqtu'. Tan zinxhir i ndërprem, hadith i ndërprem. Tan që zinxhiri i tina nuk shkon deri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam apo deri te sahabiu. Pastaj kthehemi hadithit, cilën e ka sjellë autori si argument për vlerën e tauhidit. Ajo është se në këtë hadith ku Allah subhanahu wa taala po thotë la tushriku bi shay'an. Nëse ti më takon mua duke mos më bë shirk. Pra kjo shay'an që ka ardhur, duke mos më bë diçka shirk. Kjo fjala shay që ka ardhur këtu, diçka në arabisht, ka ardhur trajtën e pashume, gjithashtu ka ardhur mohorën. Edhe kur vjen do thotë trajta pashume në arabisht, mohorën atëri përfshin gjitha. Do thotë e përfshin çdo shirk, pavarësisht është shirk i madh apo është shirk i vogël. Pavarësisht është shirk i madh apo shirk i vogël. Prandaj këtu përfshihen dyja. Pra kur Allah subhanahu wa taala thotë, nëse ti më takon mua duke mos më bë shirk asgjë, atëherë do thotë këtu e kuptojnë që kjo është një kusht shumë i madh për me arrit atë premtimin që Allah subhanahu wa taala na ka dhënë neve për faljen e gjunave tona. Pra kur Allah subhanahu wa taala na ka premtuar që kemë na i fal gjunat, nëse ne nuk i bëjmë atij asgjë shirk, asgjë nuk i bëjmë shirk, atëherë këtu kuptohet që njeriu do të më kanë selamet, do të me pështupi çdo shirku. Shirku pavarësisht është i shumt apo i pakt, pavarësisht është i madh apo është shirk i vogël. Pra pi çdo shirku, nëse don me arrit këtë problem të Allah subhanahu wa taala, këtë falje gjunave, atëherë largohu pi çdo shirku ndaj Allah subhanahu wa taala. E nuk ka mundësi do thotë me shpëtu pi çdo shirku përveç atij që Allah subhanahu wa taala ja mundson me shpëtu. E kjo është ajo zemra e pastër, cilën Allah subhanahu wa taala thot në surën Shuara, yawma la yanfa'u malun wala banun. A ditë do në ditën e gjykimit nuk ka më bë dobi asnjë pasuri, as pasardhës. Fëmijët kur kujt s'kan më bë dobi pasuri ose pasardhës i ka bë. Illa man atallaha bi qalbin salim. Përveç ai i cili e takon Allahun subhanahu wa taala me zemër të pastër, me zemër shëndosh. Do të që ka shpëtu është ka qenë e pastër për çdo shirku, pavarësisht është shirk i madh apo shirk i vogël. Ibn Rajebi, Allahu mëshiroj, thot: "Men jaa ma'a tauhidi", po kur e komenton këtë hadith, thot ai i cili vjen ditën e gjykimit me tauhid, bi qurabil ardi khataya, laka ya Allahu bi qurabiha maghfira.
Thot edhe takon Allah subhanahu wa taala, pra vjen me tauhid, mirë po një kohë thotë takon Allah subhanahu wa taala me gjinohe sa është toka, ose sa mbushet toka. Thot Allah subhanahu wa taala gjithashtu do t'i vi atina me po aq falje gjinohesh. Mirë po thot walakin, mirë po hadha ma'a mashi'atillah azza wa jall. Kjo është nëse don Allah subhanahu wa taala. Kjo është nëse don Allah subhanahu wa taala më ia fal këto gjinohe. Fa in sha'a ghafara lahu. Thot nëse don ia fal këto gjinohe. Wa in sha'a akhadhahu bi dhunubihi. Ana sadan thotë të shkon për shkak të mëkateve gjinohe që i ka bërë. Thumma kana aqibatuhu alla yukhlada fi an-nar. Mirë po thot përfundimi i atij që e ka taku Allah subhanahu wa taala me tauhid, po ka shpëtuar për shirkut, është që ai nuk do të jetë përgjithmonë zjarr xhehenamit. Bel yakhruju minha thumma yadkhulu al-janna. Mirë po thot gjithsesi dikur ka më dal prej zjarrit xhehenamit dhe do të hyjë në xhenet. Fa in kamula tauhidu al-abdi wa ikhlasuhu lillah ta'ala fihi. Nëse tauhidi i robit, tauhidi i njeriu plotësohet, gjithashtu edhe sinqeriteti për Allah subhanahu wa taala është i plot. Wa qama bi shurutihi bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Thotë edhe i vepron kushtet që i kërkon tauhidi, pra me zemrën e tina, me gjuhën e tina edhe me gjymtyrët e tina. Pra nuk mjafton me tauhid vetëm me zemrën apo me gjuhë, mirë po gjithsesi edhe me gjymtyrët e tina. Au bi qalbihi wa lisanihi 'inda al-maut. Apo dhe nëse i vepron kushtet e tauhidit me zemrën edhe gjuhën e tina në momentet e vdekjes. Pra arsye se në momentet e vdekjes njeriu nuk ka mundësi me vepru. Pra atë mjafton vetëm me zemrën dhe me gjuhën e tina mi plotsu apo mi kry kushtet e tauhidit. Mi vepru kushtet e tauhidit. Au jaba dhalika maghfirata ma salafa min adh-dhunubi kulliha. Thot kjo pastaj kërkon që ai gjithçysh thot mi u fal gjërat që i ka bën të kalumen, gjitha. Pa asnjë gjëna nuk i mbetet pa ju fal. Wa man'ahu min dukhul an-nar bil kulliyah. Gjithashtu thot kjo kërkon që ai pengohet, do thotë edhe nuk hyn kurse do të asnjë çast, asnjë moment në zjarrin e xhehenamit. Pastaj vazhdon thot faman tahaqqaqa bi kalimati at-tauhid qalbuhu. Thot ai i cili realizon fjalën e tauhidit me zemrën e tina, akhrajat min kulli ma siwa mahabbatin ma siwa Allah mahabbatan wa ta'dhiman wa ijlalan wa mahabatan wa khashyatan wa tawakkulan. Thot ai i cili realizon fjalën e tauhidit me zemrën e tina, atëherë thot kjo realizimi i tauhidit e nxjerr pe zemrën e tina gjithsesi, ka më nxjerr pe zemrën e tina atë respektin, madhrimin, ose frikë respektin, mbështetjen ndaj dikujt tjetër përveç Allah subhanahu wa taala. Do dashurinë ndaj dikujt tjetër përveç Allah subhanahu. S'ka mundësi që ai i cili realizon me zemrën e tij tauhidin, e në zemrën e tij me pas vend dikush tjetër përveç Allah subhanahu wa taala. Pra me dash dikon tjetër përveç Allah, apo me mbështet dikon tjetër përveç Allah subhanahu wa taala, apo me madhru me respektu dikon tjetër përveç Allah subhanahu wa taala. Wa hina idhin tuharriku dhunubahu wa khatayahu kullaha walau kana mithlu zabad al-bahr. Thot nëse është kështu, atër këtë tauhid që ka realizuar zemrën e tina, ka mi djeg gjitha gjunat që i ka bërë, gjitha mëkatet, edhe nëse ato janë sa shkuma që del në deti, ajo shkuma kur do thot përplasën valë të detit. Edhe nëse janë atë shumë, thot kjo tauhid do thot i shkatron ato gjunahe. Mirë po thot wa rubbama qallabaha hasanat, bile ka mundësi thot që këto gjunahe, këtë tauhid që e ka realizuar zemrën e tina, gjitha mi ia kthyn vepra të mira. Pra ato gjënohet që i ka bërë, përveç që ja shlyn tauhidi, kur realizon tamam zemrën e tij ashtu që shkërkohet, thot ato gjënohet gjitha ja kthen edhe në vepra të mira, ja kthen shpërblimet e Allahut subhanahu wa taala. Thot fa inna hadha at-tauhid huwa al-iksir al-a'zam. Thot për arsye se ky tauhid është el-iksir është në far lëndë apo bari që kanë besu njerëz më herët, do thonë në kohët e lashta, që nëse e vendos eliksir, eliksir, edhe anglisht e thoni më nëtë, eliksir, që nëse e vendos një metal, për shembull, pa vlera, ja këthen ato nari, apo këthen një metal më të çmueshëm. Prandaj kjo thotë edhe tauhidi është kështu, dhe thotë është ky eliksiri më i madh. Pse? Thotë falau wudhiya minhu dhirratun ala jibali dhunubi aw al-khata'i yuqallibuha hasanat. Nëse vetëm një pikë e vogël prej tina vendoset në gjunat edhe mëkatet që i ka vënë njeriu, mirë po nëse realizon ashtu që çdo,
Po në zemrën e tina, atë thot, edhe nëse janë sa kodra këto gjunohe, gjitha ja kthen, do thot gjithashtu në vepra të mira dhe në shpërblime sa kodrat. Kurse Sheikhul Islam Ibn Taymija thot, e shirku nau'an. Shirku është dy lloje. Akbar wa asghar. Shedina gjithë është shirku i madh edhe shirku i vogël. Faman khalasa minhuma wajabat lahu al-janna. Do të ai cili shpëton për këtyre dy shirkeve, e ka Allah subhanahu wa taala ka obligim vetes se këto me shtin xhenet. Po ai ka obligim gjithsesi me xhenet, nëse shpëton për dy lloje shirkut, të madhit edhe të voglit. Mirë po vazhdon thot, wa man mata ala al-akbar wajabat lahu an-nar. Mirë po ai cili vdes shirkun e madh, gjithashtu e ka obligim, po gjithsesi ka me hyrë në zjarr xhenemit. Wa man khalasa min al-akbar wa hasala lahu ba'd al-asghar ma hasanatin rajiha ala dhunubihi dakhala al-janna. Mirë po ai i cili ka shpëtuar për shirkut të madh. Mirë po ka ndodhur që me vepru diçka për shirkut të vogël. Mirë po në kohë ka vepra të mira aq shumë saqë do thot peshojnë më shumë se sa veprat e këqija, se sa ky shirku i vogël, atëherë thot ai ka me hy në xhenet. Fa inna tilka al-hasanat tauhidun kathirun ma'a yasirin min ash-shirk al-asghar. Pra arsye se thot këto vepra të shumta të mira që i ka vepruar, këto janë tauhid i shumt përballës apo që qëndrojnë karshi këtij shirku të vogël që e ka bë, apo këtij shirku të vogël të pakt që e ka vepruar. Prandaj thot gjithsesi ai ka më hyrë në xhenet nëse gjendja e tij është e këtill. Wa man khalasa min al-akbar walakin kathura al-asghar hatta rajahat bihi sayi'atuhu dakhala an-nar. Mirë po thot ai i cili ka shpëtuar prej shirkut të madh. Mirë po gjithashtu ka vepruar shumë prej shirkut të vogël. Saqë thot këqijat e tina peshojnë më shumë se sa të mirat e tina, atëherë kë ka me hi në zjarr të xhenemit. Kë ka me hi në zjarr të xhenemit. Pra, për kësaj po kuptojmë që Sheikhul Islam ka kuptimin që kur Allah subhanahu wa taala thot inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, që Allah vërtet Allah nuk ja fal atij që i bën shirk Allahut, kurse çdo gjëna që bëhet nën shirk thot ja fal. Sheikhul Islam pra ka mendimin që këtu hin edhe shirku i madh edhe shirku i vogël. Nëse ti vdes pa u pendu edhe për shirku të vogël, këtë Allah subhanahu wa taala kurse s'ka me ta fal. Mirë po gjithsesi që mu dënu për atë shirk. Pastaj vazhdon thot fe shirku yu'akhadhu bihi al-'abdu idha kana akbar. Po thot për cilin shirk robi do ndëshkohet prej Allah subhanahu wa taala nëse është shirku i madh. Po ai ka me hyrë përgjithmonë në xhenem. Au kana kathiran asghar. Ose është shirk i vogël mirë po e ka bë shumë, ka vepruar shumë me këtë shirk të vogël. Ai ka me hyrë zjarr xhenemit edhe pse dikur inshallah do dal prej zjarrit xhenemit. Wal asgharu al qalilu fi janib al ikhlas al kathir la yu'akhadhu bihi. Mirë po nëse thot shirku i vogël është i pakt, shirku i vogël është i pakt. Edhe thot vjen përballë sinqeritetit, i cili është i shumt, atë robi nuk do të shkohet për këtë shirkun e vogël që ka vepruar pak. Pra këtu po shohim se shumë njerëz do thot shirkun e vogël e marrin si të lehtë. E thonë alhamdulillah, unë nuk jam shirk. Nuk jam mushrik, s'bëj shirk. Ton kum shpëtu prej shirkut. Edhe mendon që qëllimi është vetëm të shpëtu prej shirkut të madh. To a ka mundësi që ai merron shirk të vogël pa ndje hiç. Pra e dim që me dash pasurinë e kësaj dunjaje, aq shumë, saqë ajo pastaj me ta humb mendjen ty për adhurimin të Allahut subhanahu wa taala, dhe këtë ka thujt pejgamberi sa som shirk. Edhe ka thënë pejgamberi sa som ta'isa abdu dinar, u shkatroft robi i dinarit. Pa që është qëllim, ai se le ka marrë dinarin si zot tina. Ta'isa abdu dirham, ai se ka marrë dirhemin, pra pasurin, paret, i ka u bë robi tyre, sa që e kanë largu prej adhurimit, edhe me qenë robi Allah subhanahu wa taala. Ta'isa abdu al-khamisa, thotë shkatru gjithashtu robi, khamisa është një rob që kot pejgamberi sa som ka qenë pi rroba e shtrejta. Edhe ato ka shujt rob. Tot ai i cili do thot kjo pasuria kësaj dunjaje ka largu prej adhurimit të Allahut subhanahu. Wa ta Isa Abdul Khamila, sa gjithashtu shkatrof robi, Khamila është kadifja. Don kadifja ka qenë ose tash që thonë somodi ka qenë pe rroba më të shtrejta në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë i cili si synim tina ka bë dunjan e ka shujt rob sajna.
Sa i cili ka si synim tina ka bë dinarin apo dirhamin apo një pasuri kësaj dunjaje ka shujt rob. Po nuk është robi i Allah subhanahu wa taala, po është robi i tij. Edhe pse kjo do thotë nuk është shirk i madh, mirë është për shirku të vogël. Kështu që njeriu ka mundësi me vron shirk të vogël edhe pa ndje hiç. Andaj nuk do të më siguro veten e tij, mirë po vazhdimisht me lut Allah subhanahu wa taala, çuçi ka lut pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që më rujt mos mi bësh shirk Allah subhanahu wa taala duke e ditë, mirë po më rujt edhe mos mi bësh shirk Allah subhanahu wa taala duke mos e ditë. Pa shpesh njeriu mund të më ron shirk edhe pa vetdijen e tij. Pra, për tashmëria këtij hadithit me temën që e ka sjellë autori është shumë e qartë. Ajo kjo do thotë tregon atë vlerën e madhe të tauhidit. Pra ai i cili e realizon tauhidin ashtu që ka kërkuar Allah subhanahu wa taala. Mirë po me kushtim ju largu shirkut. Sa Allah subhanahu wa taala kështu tha. Thumma la tushriku bi shay'a. Pastaj duke mos më bë e takon Allahun, duke thotë më takon mua, duke mos më bë asnjë gjë shirk. Po asnjë melaçe, asnjë engjëll, asnjë shirk të madh apo të vogël, asnjë pejgamber mos më shoqëro Allah subhanahu wa taala në adhurim, apo dikon tjetër kush do të qoftë ai. Pra ka vendosur kusht Allah subhanahu. Atëherë thot edhe Allah subhanahu wa taala ka më bën magfirat. Do ka më shlyj gjunat të tua. Çfarë është magfirat? Thot magfira është më mbulu gjunat edhe më të kalu ato. Don Allah subhanahu wa taala mos më të marr përgjegjësi, mos më të marr llogari për ato gjunat. Pra ti mbulon edhe e të kalon Allah subhanahu wa taala edhe nuk të merr në llogari pse i ke bë ato gjunat. Pastaj do thon kët hadith gjithashtu ka tregohet, do kuptohet ajo shpërblimi i madh i tauhidit, edhe këtu kemi këtë hadith ka kundërpërgjigje ndaj xhavarixhve, cilët i bojnë takfir musliman për gjëra të mëdha. Pra xhavarixht ka thonë se musliman të bojnë një gjëra të madhe, një musliman e bën një gjëra të madhe, një mëkat të madh, ai ka dalë prej fesë Allah subhanahu wa taala dhe ka mëkon për gjithmonë në xhenem. Gjithashtu edhe Mu'tazilit e ka thonë të njëjtën, mirë po me fjalë më të buta. Ka thonë ai në këtë dunja, ai i cili e bën një gjëra të madhe ose më shumë gjëra të mëdha, s'ka pendim për ato te Allah subhanahu wa taala. Do nëse vdes në ato gjëra është fjala. Allah nuk ja fal ato. Këtë dunja thot ai është mes dy vendeve. Thot as nuk është kafir, as nuk është musliman. As nuk e themi që është kafir, as është në vend mes dy vendeve thon. As nuk është musliman, as nuk është kafir. Mirë, po në ditën e gjykimit thot ka me kon për gjithmonë në xhenem. Kështu që do thot nuk ka dallim shumë prej tyre edhe prej xhavarixhve. E njëjta akide është se në ahiret po thot që ai ka me kon për gjithmonë në xhenem, as ka me dal kur prej xhenemit. Kurse në këtë hadith do thot pejgamberi sa thon ka treguar, ka thonë që çka është nën shirk, nëse e vepron muslimani duke realizuar tauhidin, atëherë kanë më fal gjithë ato gjëra. Pavarësisht a janë të mëdha apo a janë të vogla. Pavarësisht a janë gjëra të mëdha apo të vogla, Allah subhanahu wa taala ka më fal. Nëse ai takon Allah subhanahu wa taala me tauhid, duke mos i bërë shirk Allah subhanahu wa taala. Pra, ehli sunete thonë që ai i cili bën gjëra të mëdha nuk i merret prej tina emri i imanit. Por nuk themi që ai nuk është besimtar, nuk themi që ai është jo besimtar. Pra as nuk i merret në përgjithësi emri i imanit, po gjithashtu as nuk i jepet në përgjithësi. Pra në mënyrë të pakufizuar. As nuk i merret në mënyrë të pakufizuar, as nuk i jepet në mënyrë të pakufizuar. Mirë po çfarë thonë, ai është besimtar, mirë po me iman të pakt. Pra nëse bën gjënojen e madh, imani i tij është paksu. Ose themi që ai është besimtar gjunahçar. Pa nuk themi vetëm që është besimtar, mirë po themi është besimtar gjunahçar. Ose themi që ai është besimtar me imanin e tij, me besimin e tij, mirë po është fasik. Është i shthurun, i prishun për shkak të mëkatit të madh që e ka bë. Edhe për këtë akidet e Ahlusunnetit, pra argumentojnë Kur'ani, Suneti, edhe ixhma konsensusi i gjithë dietarëve të Ahlusunnetit. Pastaj, si çdo herë, edhe autori edhe në fund këtij kapitulli i sjell disa prej çështjeve kryesore që shtjellohen në çdo kapitull apo në çdo temë këtij libri. Edhe në fund këtij kësaj teme ka sjell, do thot 20 prej çështjeve, të cilat inshallah do t'i sqarojmë, edhe kemi sqaruar gjatë derës së të kaluar, mirë po do t'i shpjegojmë vetëm shkurtimisht. Pra e para thot është që këtë temë shtjellohet edhe sqarohet ajo si'atu fadlillah, mirësia e madhe edhe e gjerë apo pa kufishme Allah subhanahu wa taala. Pra kjo është autori ka marrë prej fjalës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku ka thonë se ai i cili e thot shahadetin
edhe beson Isën si rob dhe i dërguari i Allahut, edhe hadithin që kemi thënë në fillim temës, thot edkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Allahu do ta fusë në xhenet në bazë veprave që i ka bë. Ai këtë pjesë fundit të hadithit do ta sqaroj më vonë. E dyta thot është kathratu thawabi at-tauhid inda Allah. Thot në këtë temë shtjellohet me çështja që tauhidi ka shpërblim të madh, ka sevap të madh te Allah subhanahu wa taala. E kjo është marrë pe hadithe që e shtjellu ose e sqaruam e shpjegum në dersën e kaluam, ku pejgamberi sa ka thënë se qetë dhe toka dhe banorët e qeve vendosen me në anë të peshorës, kurse fjala la ilaha illallah vendoset në anën tjetër, atëherë ka me anu më shumë fjala la ilaha illallah. E treta thot takfiruhu ma dhalika lidhunub. Thot me gjithë këtë vlerë të madhe të tauhidit, gjithashtu thot tauhidi i fal apo i shlyn mëkatet e robit. E kjo është hadithi, kjo çështja është nxjerrë për hadithi që e sqaruam sot, ku Allah subhanahu wa taala thot la ataytuka bi qurabiha maghfira. Nëse ti më vjen mua me tauhid, un edhe më vjen me gjunohe sa është toka, atëherë un do të vi me falje po aq sa është toka. Pra njeriu nganjëherë nefsi i tina, po në cilën e nxit shejtani e mund, edhe bën gjunohe, bën mëkate. Pra nuk ka njeri i cili nuk bën gjunohe, nuk ka njeri i cili nuk bën në mëkat. Mirë po, nëse ka qenë mukhlis, ka qenë i sinqert për Allah subhanahu wa taala në adhurimin e tina, në bindjen ndaj Allah subhanahu wa taala, atëherë kjo mirësi e tauhidit, aty kam ja shly dhe kam ja, do thot Allah subhanahu wa taala për shkak kësajna, kam ja fal këto gjunohe që i ka bë. Kam ja fal këto mëkate që i ka bë. Nëse e takon Allahun me tauhid. E katërta thot tafsirul ayati allati fi surati al-an'am. Thot në këtë në temë gjithashtu shtjellohet interpretohet ajeti i cili është në surën An'am. E kjo është ajeti ku Allah subhanahu wa taala thot alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Ata të cilët kanë besu edhe nuk e kanë përzi imanin e tyre me padrejtësi, me dhulm, me zullum. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Vazhdon ajeti, thot këta janë ata që do ta kenë sigurinë e plot, dhe këta do të jenë ata që do ta gjejnë udhëzimin ashtu që kërkon Allah subhanahu wa taala. Pra qëllimi është që ky ajet do të mu interpretu se dhulmi apo padrejësia që ka ardhur këto është shirku. Jo gjinohet, jo mëkatet, çush mundet me shku dikujt mendje. Edhe pse ato janë padrejësi që njeriu ja bën shpirtit tina, mirë po qëllimi me dhulmin e padrejësinë kët ajet është shirku. Prandaj vet pejgamberi sa son kështu e ka interpretuar dhe ka thënë alam tasma'u qawla ar-rajuli salih. Thotë nuk e keni dëgjuar fjalën e atij burri të mirë, pra qëllimi ka qenë për Luqmanin alayhis salam, kur ka thënë inna shirka la dhulmun azim. Vërtet shirku është padrejtësia e madhe që njeriu ja bën vetes. Është padrejtësia e madhe që njeriu ja bën vetes. Pra qëllimi me shirk me dhulm, këtë ajet është shirku, jo gjinohe të tjera. Pastaj vazhdon thotë ta'ammulul khamsi lawati fi hadithi Ubada. Thotë duhet të meditohet rreth 5 gjërave që janë përmend në hadithin e Ubadës. E këto janë ato 5 gjërat që janë përmend në hadithin e parë që autori ka sjell si argument për vlerën e tauhidit. Ajo është ku pejgamberi sa ka thënë ai i cili dëshmon shahadetin edhe dëshmon se Isa, pra i përmend së pari 2 shahadetet, këto janë 2 çështjet e para. Pastaj përmend që Isa është robi i Allahut dhe i dërguari i tij, edhe është fjala e Allahut subhanahu wa taala që e ka hedh te Mariemja, edhe është shpirt prej Allahut subhanahu wa taala. Kjo është e treta. E katërta është që xheneti është hak. Do të është e vërtetë që gjithsesi ekziston edhe njerëz do të hyjnë aty kush ka qenë muwahhid, kush e ka njësuar Allah subhanahu wa taala me tauhid. Edhe e pesta është që gjithashtu xhenemi është hak. Pra thotë do të më meditoj rreth këtyre 5 gjëra që më përmend hadithin e Ubadës. Pse kështu? E bën çështjen e 6, thotë annaka idha jama'ta bainahu wa baina hadithi itban wa ma ba'dahu. Thotë nëse ti e bashkon këtë hadith, pra këto 5 gjëra që më përmend hadithin e Ubadës, me hadithe që kanë ardhur pas kësajna, pra që është hadithi që e cekum tash, edhe hadithe tjera, cilat e tregojnë vlerën e tauhidit, edhe që ato i shlujnë gjunohet, thotë tabayyana laka ma'na qawli Allahi ta'ala, tabayyana laka ma'na qawli la ilaha illa Allah. Thotë ty ka më të sqaruar se çka është kuptimi edhe domethënia e vërtet e fjalës la ilaha illa Allah. Thotë wa tabayyana laka khata'ul maghrurin,
Edhe gjithashtu ty të bëhet e qartë gabimi atyre që janë mashtruar pas këtyre haditheve, edhe kanë menduar që vetëm nëse e thonë fjalën la ilaha illallah kanë me hyrë në xhenet, edhe nëse nuk veprojnë me kushtet edhe obligimet e kësaj fjale. Edhe nëse nuk veprojnë me kushtet dhe obligimet që e kërkon kjo fjalë. Për arsye se ai i cili pra është edhe e shtata, çështja e shtatë ku autori thotë et nambihu li sharti alladhi fi hadithi Udban. Dohet të tërhiqet vërejtja për kushtin që është cek në hadithin e Udbanit që kemi cek më herët. Ajo është pejgamberi sa sa ka thonë men qala la ilaha illa Allah yabtaghi bi dhalika wajh Allah. Ai i cili thot la ilaha illa Allah duke kërku fytyrën e Allahut. Pra ku është kushti këtu? Kushti është që ty nuk mjafton vetëm me thonë fjalën la ilaha illa Allah. Mirë po, me kërku fytyrën e Allahut, pra me vepru, me punu, me atë që kërkon fjala la ilaha illa Allah, që ti pastaj në ditën e gjykimit me pa fytyrën e Allah subhanahu taala, pra kur të hysh në xhenet. Po këtu çto do të më bë bashkimi mes haditheve. Po mos më bë për atyre të cilët janë mashtruar pas tyre haditheve ku përmendet vlera e fjalës la ilaha illa Allah dhe mendojnë se mjafton njeriu të më thonë vetëm me gjuhën e tina, edhe mos më vepru fare, pastaj me hy në xhenet. Pra se kjo është vepër e munafikave. Pra ata e kanë thonë fjalën la ilaha illa Allah, mirë po kjo nuk e ka bërë dobi. Pra se nuk e kanë besuar me zemrën e tina, me zemrën e tyre, gjithashtu edhe pse kanë vepruar nuk i ka bërë dobi. Nuk i ka bërë dobi, sepse nuk e kanë pas imanin të thotë kalitu në zemrën e tyre në atë çka aludon edhe çka kërkon kjo fjalë. E thamin e thotë çështja 8 që shqyrtohet dhe shtjellon këtë temë është kaunul anbiya'i yahtajuna lit-tanbihi ala fadli la ilaha illa Allah. Thot fakti që edhe pejgamberët, edhe pse janë pejgamber, nganjëherë thot Allah subhanahu taala ja ka tërheq aty në vërejtjen për vlerën e madhe të fjalës la ilaha illa Allah. E kjo është hadithi i Musës, që e cekum dersën e kalum, ku pejgamberi, ku Musa alayhis salam ka kërkuar prej Allahut, ka thonë më dhon unë fjalë cilën më veçon për gjithë robërve tu. Ata Allah i ka thonë thuj la ilaha illa Allah, thotë jo, unë po du diçka më të veçantë se kjo. Allah i ka treguar që nuk ka diçka më të veçantë se fjala la ilaha illa Allah. Nuk ka diçka fjalë më me vlerë që mundet mu veçu dikush për robërve të mi të Allah subhanahu taala se sa fjala la ilaha illa Allah. E nënta thot e të mbihu li rujhaniha bi gjemi il makhlukat. Thot gjithashtu të rëhiqet vrejta që kjo fjallë, pra fjalla la ilaha illa Allah, peshon më shumë se sa gjitha krijesat që janë këtë kozmos, se sa gjitha krijesat që janë në këtë univers. Me qiell, me tokë, me banor, tyre krejt, fjalla la ilaha illa Allah peshon më rëndë se sa ato. Ma'a an kathiran mimman yaquluha yakhifu mizanuhu. Mirë po thot, me gjithë këtë fakt, shumë prej atyre që e thonë fjalën la ilaha illa Allah në ditën e gjykimit, peshore e vepra atyre do të vi lehtë. Pa nuk kam ju bë shumë dobi kjo fjalë. Pra qëllimi këtu defekti është të thënë se jo të fjala. Pra fjala gjithsesi ai i cili e thot kjo fjalë gjithsesi peshon më rënd se sa gjitha krijesat që janë këtë kozmos, këtë univers, përveç Allah subhanahu wa taala. Mirë po, defekti është ai i cili e ka thonë, për arsye se do thot ai e ka mangësu apo nuk e ka plotësu një kush prej kushteve të sajna. Ose do thot te ka ndodhur ndonjë pengesë prej pengesave që në ditën e gjykimit pastaj kjo fjalë edhe pse vendosen peshorën e veprave tina të mira prap mos me peshu rënd, mirë po me peshu ana tjetër e mëkateve. Pastaj thotë al-ashira an-nasu ala anna al-aradhina sab'un kas-samawat. Thonë këtë temë thotë përmendet tekstualisht që ashtu siç janë qysh janë qenë 7 palë, ashtu është thotë edhe toka 7 palë tokë. Mirë po, Sheikh Uthemini thotë që në Kur'an nuk ka ardhur ndonjë tekst i qartë që tregon se tokat janë, me thonë që janë 7 palë tokë, thotë nuk ka në Kur'an kësi tekst. Edhe pse në hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ardhur. Mirë po thotë kjo ka ardhur vetëm për shejt. Pra Allah subhanahu wa taala në surën Mu'minun thotë kul man rabbus samawati as-sab'. Thuaj kush është Zoti i 7 qiejve. Kurse sa i përket tokave thotë nuk ka ardhur asnjë ajet përveç ajetit i cili është surën Talak, ajeti 12 ku Allah subhanahu wa taala thotë Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahun. Thot Allah është ai i cili i ka kriju 7 qiej edhe prej tokave njëjtë. Pra si ato.
Atë Sheikh Uthaymin thotë që ky nuk është ajet i qartë, mirë, po nën kuptohet se qëllimi është për 7 toka. Por arsye se thotë mënyra e krijimit të qejve, lartësia e qejve dhe tokës, thotë lartësia e tyre, gjithashtu bukuria e tyre, forma e tyre nuk është e njëjtë. Pra Allah subhanahu wa taala i ka krijuar këta qejt edhe prej tokës njëjtë. Atë çfarë është qëllimi? Po gjithashtu prej tokës 7 toka. Sepse nuk edhe në formën e tyre, edhe në mënyrën e krijimit, edhe në bukurinë apo në atë lartësinë nuk janë njëjtë toka me qiellin. Atëherë kuptohet që edhe prej tokës ka krijuar njëjtë, pra njëjtë sikur aq. Pra i ka krijuar edhe prej tokës 7 toka. Kurse prej hadithit është hadithi që transmetohet në Muslim, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Men iqtata'a shibran min al-ardi tawaqahu yawm al-qiyamati min 7 aradhin." Thot ai i cili e merr padrejtësisht një pllom tokë. Pra e merr padrejtësisht që nuk i takon atina, pe tjetrit një pllom tokë, thot atina ditën e gjykimit do t'i vendosen 1 mbi 1, do thot 7 palë tokë. Ose kam marr toka dheu prej 7 tokave edhe kam u vendos mbi të. Pra kjo është hadith që tregon se tokat janë 7. Mirë po, dietarët kanë xhelaf, ka thonë që është qëllimi që janë 7 toka. Pa që është qëllimi më atë që janë 7 toka. Disa nga thonë që 7 toka janë 7 kontinentet. Mirë po kjo nuk është edhe aq e saktë. Disa tjerë kanë thonë që 7 toka qëllimi është që janë 7 sisteme diellore. Mirë po kjo nuk është që nuk kuptohet qartë prej hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra ajo që kuptohet prej pejgamberit, prej hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pra në atë formën e jashtme apo në kuptimin e parë, shiqimin e parë të hadithit kuptohet që janë 7 palë tokë ose 7 shtresa tokës, ashtu që janë 7 palë qiell. Allahu alem. E 11 thot është en lahunna umarun. Thot këtë temë thot shtjellohet çështja që ose meselja që në qiell ka banor. Mirë po banorët e qiellit janë me laçet. Nuk ka banor të tjerë të qiellit. Pra nuk ka jashtë toksore se aliena. Në qiell banorët janë vetëm me laçet, edhe nga një herë gjend që vendosen njëri mbi tjetrin për me dëgjuar çka po i shpallet me laçeve pe urnave të Allahut. Nuk ka tjerë banor në qiell që u përmend Kur'an apo në Sunet. Pra në Kur'an dhe Sunet tregohet që banorët e qiellit janë vetëm me laçet. Thotë 12, çështja 12 është idhbatu sifati khilafen lil ash'ariyya. Këtë temë shtjellohet thotë çështja se pohohen cilësitë e Allah subhanahu wa taala për dallim nga asharit. Kurse në disa libra të tjerë, disa kopje të tjera të librit, shehu thot për dallim nga mu'attilet, ata që i mohojnë përgjithësi cilësitë e Allah subhanahu wa taala. E kjo është më mirë, do të më përgjithshme, sepse nuk janë vetëm asharit ata që i kanë mohuar cilësitë e Allah subhanahu wa taala. Mirë po ka pas edhe të tjerë pikë grupacioneve. Pra në këtë temë pohohen cilësitë e Allah subhanahu wa taala kundërshtim i esharive apo grupacioneve tjera që i mohojnë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Prej tyre është hadithi që cakon më herët, ku pejgamberi sa sa thot kush e thot fjalën la ilaha illa Allah, yabtaghi bidhalika wajha Allah. Dhe me këtë kërkon fytyrën e Allah subhanahu wa taala. Pra fytyra e Allahut është për cilësive qënësore të Allah subhanahu wa taala, që pra për qenies të Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu atë thot wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Thot edhe Isa është fjala e Allahut subhanahu wa taala që ka hedh te Maryamra. Gjithashtu po bëhet këto që për cilësive të Allahut subhanahu wa taala është edhe të folur te tina. Gjithashtu kur ju ka drejtuar Musa si ka thonë kul la ilaha illa Allah, thuaj o Musa la ilaha illa Allah. Pra Allah subhanahu wa taala i ka fol Musës, edhe Musa ka dëgju fjalët e tina. Kjo tregon që Allah subhanahu wa taala për cilësive të tina është të folurit e atina. E 13 thot është annaka idha arafta haditha Anas. Po ti nëse e ke kuptuar ç'është do të hadithin e Anesit, e kjo është hadithi sonte që e shpjegum. Arafta anna qawluhu fi hadithi Idban, fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Thot e kupton edhe ç'është qëllimi me fjalën e Allah subhanahu wa taala që ka ardhur në hadithin e Idbanit, që cakëm edhe tash sapo cakëm që pejgamberi sa ka thonë ai i cili thot la ilaha illa Allah edhe me këtë kërkon fytyrën e Allah subhanahu wa taala, Allah subhanahu wa taala ja ka bë haram zjarrin e xhehenamit. Thot an tark shirk, thot se qëllimi me kët është mi u largu shirkut.
Po në hadithin e Enesit ka ardhur la tushriku bi shay'a, nëse më takon mua duke mos më bësh shirk. Kurse në hadithin e Itbanit ka ardhur ai i cili thot la ilaha illa Allah duke kërku fytyrën e Allahut, edhe do thot Allah ka më ia bë haram xhehenamin, po qëllimi nuk është vetëm të thon fjalën la ilaha illa Allah, mirë po më u largu shirkut, me praktikë shirkun gjithën, të madhin edhe të vogël. Pra arsye se sot e gjejmë se shumë musliman e thonë fjalën la ilaha illa Allah, mirë po bojnë shirk, ose i lutën vdekurve, ose bojnë tallaf të ta, ose ju mbështeten atyne, ose i shpresojnë dhe friksohen për tyne ashtu siç do të më shpresojë dhe më friksojë Allah subhanahu wa taala. Prandaj autori thot leysa qawluha bil lisan. Po nuk është qëllimi me thonë fjalën la ilaha illa Allah vetëm me gjuhë. Mirë po më u largu shirkut gjithët, të paktit, shumtit, të voglit edhe të madhit. Pastaj thot e 14 është ta'ammulul el-jam'i bayna kawn Isa wa Muhammedin abdillahi wa rasulihi. Po gjithashtu më menduar rreth faktit se Allah këtu në hadith pejgamberi sa është përmend si Isa ashtu edhe pejgamberi sa janë dy rob të Allahut, të dytë janë të dërguarit të Allahut subhanahu wa taala. Po dytë janë rob të Allahut subhanahu wa taala, pra kanë ubudien, kanë qenë rob të Allahut subhanahu wa taala, edhe kanë qenë të dërguar të Allahut subhanahu wa taala. E dyta, çu do të më meditur rreth saj është se Allah pejgamberi sa këtu ka bashkuar mes dy burrave. Edhe këtu do thot kuptohet se si Isa ashtu edhe pejgamberi sa janë njëjtë. Pra janë rob edhe dërguar të Allahut subhanahu wa taala. Pra asnjëri prej tyre nuk është Zot, asnjëri prej tyre nuk është djalë apo biri i Allahut subhanahu wa taala, që thojnë pa besimtarët. Mirë po autori vazhdon me 15 në thot ma'rifatu ikhtisasi Isa bi kawnihi kalimat Allah. Mirë po thot do të me njoh se Isa veçohet për pejgamberin sallallahu me faktin se ai është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Ktu pra veçohet Isa prej Muhamedit sallallahu pra veçohet në esencën apo origjinën e krijimit. Pra pejgamberi sallallahu është kriju prej ujit babës tina. Mirë po Isa alayhis salam është kriju me fjalën e Allahut subhanahu wa taala kur i ka thonë bëhu, edhe ai u bë. Pastaj thot ma'rifatu kawnihi ruhan min. Pra e 16 është tjetra gjë që veçohet Isa pe pejgamberin sallallahu është me ditë thot që Isa është shpirt prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe kemi shpjeguar ndersën kur kemi folur këtë hadith që qëllimi që është shpirt prej Allahut nuk është që është pjesë e shpirtit të Allahut subhanahu wa taala. Mirë po është prej Allahut ka fillu krijimi i këtij shpirtit. Prej Allahut ka fillu krijimi i këtij shpirti, jo që ai është, do thot, pjesë e shpirtit të Allahut subhanahu wa taala. Pra ai është sikur gjithë shpirtat e tjerë që janë krijuar prej Allahut subhanahu wa taala. E 17 thot ma'rifatu fadli al-imani bil jannati wan nar. Do të kuptohet, të njihet vlera e madhe e të besuarit në xhenet edhe në xhehenem. Pra si se pejgamberi sa ka thonë wa anna al-jannata haq wan naru haq. Ata i cili gjithashtu beson që xheneti është hak edhe që zjarri i xhenemit është hak, atëra Allah subhanahu wa taala ka më fut në xhenet. Pra vetë vlera e besimit në xhenet dhe në xhenem si të vërteta do të është prej shkaqeve që njeriu do të fusin në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. E 18 thotë është ma'rifatu qawlihi ala ma kana min al-amal. Pra kur pejgamberi sa ka thonë ai i cili thot shahadetin, edhe beson Isën si robi dhe dërguari i tij, edhe fjala e Allah subhanahu wa taala që ka hedhur Mariamës, edhe që është shpirti i tij, edhe që beson që xheneti dhe xhenemi janë hak, thot adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Thot Allahu do ta fus në xhenet në bazë veprave që i ka bërë. Pra çfarë është kuptimi i kësaj? Pra në bazë veprave që i ka bërë, nëse ato bazë veprave të mira që i ka bërë, edhe nëse ato janë pak, prapse Allahu ka më fut në xhenet. Apo kuptimi tjetër është, edhe nëse ka bërë vepra të këqija të shumta, mirë po me kusht që nuk ka vepruar diçka që e mohon apo e kundërshton tauhidin, edhe që obligon hyrjen në zjarrin e xhenemit përgjithmonë, edhe pse ka bërë të këqija të shumta, prapë Allah subhanahu wa taala ka më fut në xhenet. Pra këtu kuptohet që gjithsesi njeriu do të më vepru. Po pejgamberi sa ka thonë ka më fut Allah subhanahu wa taala në xhenet në bazë veprave. Pra nuk mjafton vetëm me besu, pra me besu me zemër dhe me thonë me gjuhë pa vepru. Pra pejgamberi sa ka thonë gjithsesi do të që ai me vepru, edhe nëse ato janë vepra pak, Allah subhanahu wa taala ka më shti ato në xhenet. Mirë po nuk është obligim, do thotë që me plotësu gjitha veprat e mira me vepru. Çish ka thonë
Mu'tazilit dhe Khawarij që sqaruam më herët. Që njeriu do thotë gjithsesi do të për me hyrë në xhenet mos me basni xhenat madh, edhe mi plosu gjitha veprat e mira. 19 thot ma'rifatu anna al-mizan lahu kiffatan. Thot këto shtjellohet çështja që peshore në ditën e gjykimit ka me pas dy anë. Don anën në cilën ka më vendos veprat e mira, dhe anën tjetër që ka më vendos veprat e këqija. Mirë po, do thot këtë dobi autore ka marrë prej hadithe që sqarum dersën e kaluam e shpjegum, ku pejgamberi sa ka thonë se toka dhe qielli vendosen në anë edhe banorët e qiellit, dhe në anën tjetër do thot peshorës vendoset la ilaha illallah, kish me peshu marron fjala la ilaha illallah. Mirë po kjo nuk kuptohet që qëllimi i këtij hadithit është për ditën e gjykimit. A pse autori do thotë ka kuptuar kështu. Mirë po shehu Themini e kundërshton këto. Po këtu nuk përmendet që kjo komenton ditën e gjykimit. Mirë po kjo është thar vetëm si shembull, me tregu rëndësinë e fjalës la ilaha illallah. Jo që do thotë qëllimi me këto është për peshorën e cila do të vendoset në ditën e gjykimit, me cilën do të maten veprat e mira apo të këqija. Edhe e fundi thotë është ma'rifatu, pra mesela 20 thotë ma'rifatu dhikril wajh. Me ditë se në këto hadithe apo në këtë temë është përmend fytyra e Allahut subhanahu wa taala. E kjo pra është prej cilësive khaberie të Allahut subhanahu wa taala. Çka do thotë me cilësive khaberie? Ta kemi sqaruar më herët. Khaberia është që gjithçysh për me pohu këtë cilësi do të më pas khaber, do të më pas lajm prej Kur'anit apo prej Sunetit pejgamberit. Por ndryshe nuk mundet të më pohu kjo cilësi. Pra nuk është për cilësive që mundet më besu apo më pohu ndryshe. Gjithashtu është për cilësive dhatie, pra është për cilësive qenësore, është për cilësive do thotë që qëndron në qenjen e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është fytyra e Allahut subhanahu wa taala. Edhe me këtë përfundon do thotë kjo temë, e inshallah do thonë deri të ardhshme do të vazhdojmë me temën tjetër, ku autori thotë men haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighayri hisab. Ai i cili e realizon tauhidin ka me hyrë në xhenet pa dhënë kurfar llogarie te Allahu subhanahu wa taala. Ai i cili e realizon tauhidin ashtu siç kërkohet, ka me hyrë në xhenet pa dhënë llogari te Allahu subhanahu wa taala. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.